process all the time. Kush janë ekspertët që Të nderuar miq të TI-s, përshëndetje dhe mirë se takohemi në emisionin 104.1. Sot në këtë emision do të flasim për ilaçin të ri që është zbuluar kundër kancerit, se sa është shpresë dhënës ky ilaç, kush hitet, sa shitet, a do të vinë në Kosovë e kështu me radhë, do të flasim me Bujar Vitin nga gazeta Shneta. Nderuar, përshëndetje me sërë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të kemi në studio për të folur për një temë të rëndësishme, sepse kemi qindra e mijëra njerëz, e miliona njerëz ndoshta në botë që presin ilaç për kancer, e që fatikisht gjithmonë është folur për ilaçet që janë zbuluar, por ndoshta jo si kjo që po flitet tani më. Cila është e vërteta e këtij ilaçi? Sa është e vërtetë si lajm dhe sa ka me pasur ndikim në këtë rast, sepse siç tham, pra ka pasur dikur ilaçe të tilla, por jo kaq shpresëdhënëse se mund të themi si kë. Po, faktikisht vazhdimisht ka, si më thanë, hulumtime klinike, eksperimente dhe prova në pacient për ilaçe të reja të kancerit. Dhe vazhdimisht dalin ilaçe për sëmundje të caktuara dhe lloje të caktuara të sëmundjes së kancerit, sepse llojet dallojnë shumë prej njëra tjetrës, edhe qoftë edhe të një lloj specifik i kancerit, dallojnë edhe indikacionet edhe terapitë individuale. Kjo është një terapi biologjike. Historia e saj fillon prej vitit kalum, 2025, quhet amivantamab. Është një ilaç i zbuluar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Fillimisht e ka marrë miratimin prej Agjencisë së Banave në Amerikë, që është ndryshe FDA, për trajtim të disa indikacioneve me kancer të mushkërive. Por shkencëtarët kanë shku tutje, e kanë testu ilaçin dhe kanë bërë prova klinike edhe tek pacientët me sëmundje maligne në tru, në kokë faktikisht, edhe në qafë. Edhe rezultatet janë shumë shpresdhanse. Ato që janë prezantuar prej shoqatës së onkologëve amerikanë është se nga gjitha provat klinike që janë bërë në 15 pacient, të cilët ka dështu terapia tradicionale me kimioterapia, ka arrit me zhduk plotësisht ose me shkri plotësisht tumorin. Edhe këto rezultate kanë bërë që mi u dhanë shpresë, sigur se e thatë edhe ju, mira, ndoshta edhe miliona pacientëve me kancer, por që faktikisht duhet me theksu që ky ilaç ende nuk është i qasshëm për përdorim tek pacientët. Tani flitet për të. Këto prova klinike, rezultatet e provave klinike janë dorëzuar në FDA, tashmë në Agjencinë e Banave në Amerikë, edhe pritet shqyrtimi. Ky ilaç prej FDA do të trajtohet me një procedurë emergjente, edhe rezultatet priten me dalë sipas parashikimeve deri në fund vitit, me u dhanë ose jo miratimi për përdorim masiv. Pastaj kur të miratohet, si më thamë, prej FDA, sigurisht se do ta marrë dritën e gjelbërt edhe në Evropë dhe në vende tjera. Kush ose cila kompani ka zbuluar? Është një grup i shkencëtarëve të kompanisë njohur amerikane Johnson & Johnson, por që bashkëpunojnë edhe me shkencëtarë të tjerë edhe me shoqatën e onkologëve amerikanë. Pra e thep pak a shumë që do thotë ende nuk është në shitjen, se mund të themi. Jo, ende nuk është në shitjen. Askush ka filluar të marrë terapi që me... Jo, me këtë llojin e parë që është zbuluar për mushkëri, ai aktualisht është në përdorim në Amerikë, është në përdorim po ashtu edhe në Evropë, sepse e ka marrë miratimin edhe për Agjencisë Banave në Evropë. Mirë po, si më thani, ka disa indikacione shumë specifike. Edhe në Kosovë përdoren terapi biologjike. Pra, si më thonë, ngjashme me këto treja për cilat po flasim tash. Ky amivantamab ende nuk është në Kosovë. Ka disa procedura që duhet ndjekën para se me ardhë, mirë po ka disa vende në Evropë, me aq sa kam lexuar, Franca, Italia, Gjermania, e ofrojnë në listën e banave esenciale në vendet e tyre. Me që përmend pra Kosova, kur pritet që të vinë në Kosovë, se sa mund të marrë kohë procedura deri tek licencimet kështu me radhë për me ardhur deri në Kosovë ky ilaç? Ka disa procedura që duhet ndjekën, fillimisht këto që ka I përmenda miratimet prej FDA edhe prej Agjencisë së Banave në Evropë,
pa këto 2 miratime nuk mundet me u përdorë në vendin tonë, ashtu është legjislacioni. Pastaj, sigurisht nevojitet një operator ekonomik i cili e merr përsipër ata që njihet si certifikate autorizim marketingut, e cila lëshohet nga Agjencia e Barnave në Kosovë, Agjencia për Produkte Medicinale. Dhe duhet ketë, si më thonë, një gatishmëri edhe prej qeverisë, Ministrisë së Shëndetësisë për me siguru buxhetin edhe, si më thonë, fjalën e fundit me dhënë profesionistët shëndetësorë. Ministria e Shëndetësisë ka një komitet kyç të Barnave, i cili i bën shqyrtimin edhe vlerësimin e gjitha produkteve që kërkohen prej klinikave të ÇKUK-s. Procedura është kjo. Cila klinik në ÇKUK, si më thonë, ka nga një panel të mjekëve, cilët bëjnë kërkesa për produkte të reja, cilat në bazë të punimeve shkencore publikume në vendet e zhvilluara si në Evropë dhe Amerikë, tregojnë efikasitet edhe rezultate pozitive tek pacientët. Pastaj ato kërkesa shqyrtohen prej Komitetit Kyç të Barnave të Ministrisë së Shëndetësisë, edhe vendosen indikacionet se në cilat raste mundet me u apliku ato barna tek pacientët. Ju personalisht, kush personi që mund të vinë në Kosovë? Ka optimizëm? Ndoshta në rastin më të mirë, në rastin më optimist, mund të jetë fundi i vitit të ardhshëm, fundi i vitit 2027. Në rast se do të ketë, si më thonë, gatishmëri prej qeverisë asaj kohe, sepse nuk e di nga. Pra shumë varet prej gatishmërisë së qeverisë, konkretisht Ministrisë së Shëndetësisë. Gjithçka marret për buxhetit. Nëse qeveria e siguron buxhetin dhe e garanton se do ta mbulojë atë bari, po. Por sigurisht varet edhe prej profesionistëve shëndetësorë se sa do ta vlerësojnë, sa është e nevojshme si ilaç. Për çmimin ose kostën dihet se sa mund të kushtoj? Nuk e di, mirë po tash duke u bazu me terapitë të shtrenjta, të cilat janë aktualisht që përdoren në Kosovë dhe që kanë atë patentën, sepse çdo ilaç i ri ka një patentë disa vjeçare, cilën nuk mund ta prodhoj askush tjetër përveç asaj kompanie që e ka zbuluar. Edhe derisa e ka atë patentë është terapi shumë e shtrenjtë. Aktualisht ne kemi terapi në Kosovë që kushton 3 deri në 4.000 euro një dozë për një pacient. Do të kostoja pritet me qenë shumë e lartë. Mirë po, ajo që është e rëndësishme është se dallon prej disa terapive të tjera, është, si më thonë, është shumë e lehtë për me injektu të pacienti, nevojitet doza më të ulta dhe po besoj që ndoshta kostoja nuk do të jetë shumë e lartë, por sigurisht që çdo jetë që mund ta shpëtoj ai ilaç, unë besoj shumë se do t'ia vlej çfarë do kosto që e ka. Do të jetë me këçmim të njëjtë pothuajse ose më i lartë ose më i ulët nga se me terapinë që po mirë tani, se kjo buxhetoni kosto. Bazona tek kostoja që e kanë terapitë aktuale, që është bajgje e lartë për çdo terapi të re. Mirë po, mund ndoshta edhe të jetë me çmim më të ulët, gjithçka varet prej, si më thonë, prej prodhuesit që do ta lëshojnë në treg. Ka raste kur, si më thonë, ilaçe të reja prej prodhuesve lëshohen me çmime më të lira për shkak të humanizmit e gjëra të tjera. Nëse i referohemi terapisë të tanishme që marrin kryesisht është e rëndë në disa raste terapia. Kjo që do të vijë është më e lehtë? Ka informacione për këtë pjesë? Shumë specifike. Ta them, kimioterapia është tash duhet me theksu që unë nuk jam profesionist shëndetësor, jam gazetar, dhe po flasim, si më thonë, prej një perspektive të informacioneve që i kam, por jo, unë nuk jam në këtë rast burim informate, sepse nuk jam profesionist. Dhe informacionet që kam arrit me i lexu deri tani në lidhje me këtë produkt është ta them, kimioterapia i lufton qelizat kancerogjene, mirë po të njëjtën kohë i lufton edhe qelizat e shëndosha. Dhe kjo e bën, si më thonë, terapi shumë me efekte shumë të rënda tek pacientët. Kurse në rastin e ilaçit të ri është se i nxit sistemin imunitar për me luftu smundjen e kancerit dhe të njëjtën kohë si më thonë, i jep instruksione qelizave kancerogjene mos me u zhvillu. Do të është shumë inovative dhe
po besoj që me efektet tek pacientët është shumë ma lehtë të përballueshme se sa terapitë e tjera. Pra, momenti që doli si lajm, bë shumë i holl. Kjo bie që ka njerëzit shumë nevojë për një ilaç, një terapi e cila në formë ka shpresë që do ta ketë një fund të suksesshëm. Pasi që edhe në këto terapi që i marrin, sigurisht një pjesë e madhe shpreson, por në praktikë të kush që kanë pasur edhe shumë sukses. Në këtë rast po i shohim edhe numrin e madh të personave me kancer në Kosovë dhe në botë, për vazhdan numri i personave të shtohet. Nga ky ilaç, nga ky zbulim, po i bie që shifrat do duhet të zvoglohen, do të kemi ndryshime të statistikave? Po, na është rëndësishme me theksu dy gjëra. E para, sepse kam marrë shumë mesazhe sa i përket këtij ilaçi me disa video që i kam publikuar në rrjetet sociale, dhe është shumë e rëndësishme me ia u bë të qartë njerëzve se ilaçi ende nuk është i qasshëm për pacientët. Pra, nuk është se ekziston një vend ku munden me e ble. Sepse kjo ka qenë një prej pyetjeve më të shpeshta që i kam marrë këto ditë. E dyta, nuk është ilaç që parandalon kancerin, nuk është vaksinë. Edhe nëse do të hyjmë në përdorim ky ilaç, do të jetë terapeutik, do të jetë trajtues, nuk do të jetë parandalues. Pra, ne prap do të mund të rrezikohemi prej smundjes së kancerit në bazë të faktorëve që sepse nga titujt e mediave, pra ishte si ilaçi që ose mori fund smundja kancerit ose shëron kancerin. Po i bie që mund ta kemi fatin edhe të ilaçet të tanishme që apo bën apo terapisë. Tash ka shumë ilaçe të ndryshme, lloje të ndryshme për trajtimin e kancerit. Ilaçet variojnë varësisht prej patologjisë edhe prej llojit të kancerit i cili e prek pacientin. Mirë po, e rëndësishme është që terapitë e reja të cilat po aplikohen tani tek pacientët dhe që pritet në apliku edhe sikurse kjo që po flasim, janë shumë ma shumë shpresdhanuese për pacientët me kancer se sa terapitë tradicionale që janë përdorur deri tani. Pra përmenda që numri i personave me kancer po vazhdon të shtohet edhe në Kosovë. Pra një vend i cili është i vogël por me shifra të mëdha. Sa ka me ndiku ky lajm tek ata që ju kanë shikuar dhe na shikojnë në këtë rast, dhe pse në Kosovë është ka shifra të mëdha, po vazhdon të rritet sipas asaj që po e shohim në rezultate. Fatkeqësisht ka përqindje vazhdimisht në rritje të personave, pacientëve që preken me smundje të kancerit. Edhe në një vend si Kosova është e pritshme, duke pas parasysh, unë po i marr vetëm dy shembuj ku dy elemente bazike që na mundsojnë me jetu, fatkeqësisht janë faktor rreziku për shfaqjen e kancerit. Dhe është uji dhe ajri. Uji dhe ajri. Po. Në radhë të parë ajri, sepse ajri është i ndodhur në Kosovë aq shumë sa mund të na rrezikojë nga kanceri. Krejt kjo për shkak të ndotjes që shkaktohet prej industrive, prej korporatës energjetike të Kosovës dhe prej ndotsve të makinave dhe ndotsve tjerë që lëshojnë kimikate dhe substanca tjera të cilat janë kancerogjene. Ne kishim edhe vetëm rastin e fundit para një muaj ndoshta kur në Kek pat një avari edhe e ndoti aq shumë ajrin sa rrezikoi shëndetin publik. Ato grimcat cilat janë shpërndarë për ambientin ku jetojnë qytetarët e Kosovës, ato orë sa ka zgjat ajo është kancerogjene, sepse ato grimcat që lirohen prej tymit të kekut përfundojnë në mushkëritë tona dhe ato nuk degradohen, mbesin aty dhe me kohë, në rastin më të mirë mund të shkaktojnë ndonjë infeksion, ndonjë smundje kronike të mushkërive dhe në rastin më të keq do të shndërrohen në kancer. Kurse tek uji, përveç, si më thanë, pamundësisë për me pas një burim të pastër të ujit, edhe rrjeti i ujësjellësit është me gypa të azbestit, i cili është material kancerogjen. Ka në Prishtinë, ka në Prizren, ka në Dragash, po besoj edhe në për komuna tjera, ku përqindje jo e vogël e rrjetit të ujësjellësit është ende me gypa të azbestit. Azbesti është material kancerogjen i cili po ashtu njëjtë sikurse grimcat e tymit të kekut
mund të përfundojnë në organet tona, në mushkëri kryesisht, të cilat pastaj do të jenë kancerogene. Një pjesë goxha e madhe e fajit është tek institucionet, të cilat mundin me disa masa prandaluese. Patjetër që po. Gjitha këto që i folëm, sepse smundjet kanë dy lloje të faktorëve ose të shkaktarëve. Shkaktarët e ndryshueshëm dhe të pandryshueshëm. Pandryshueshëm janë faktorët gjenetik. Ato që i trashëgojna prej prindve, prej familjes, ato nuk mund të ndryshojnë. Mirë po faktorët e pandryshueshëm, uji, ajri, ushqimi, doampirja, e gjitha këto sigurisht që janë të ndryshueshme dhe do të kërkojnë përgjegjësinë se kush e ka përgjegjësinë për me i spaku mi minimizu si faktor cilët shkaktojnë smundjen. Në këtë rast, ndotjen e ajrit, investimet në kek për të minimizu lirimin e grimcave kancerogene, marrjen e masave më të ashpra sa i përket duhanpirjes dhe kontroll më të madh të cilësisë së ujit dhe po ashtu edhe të ushqimeve. Dhe që mungojnë këto pika cilat e ke pan. Po në bazë të shifrave, tash Kosova nuk është se dallën shumë prej vendeve të rajonit dhe vendeve tjera sa i përket përqindjes së mundshmërisë me kancer. Mirë po kemi një problem se nuk e dim se sa e kemi vdekshmërinë. Sepse Kosova nuk ka dhëna të sakta sa i përket vdekshmërisë prej gjitha smundjeve, jo vetëm prej kancerit. Dhe duke mos e pas parasysh, duke mos e pas këtë informatë saktë sa i përket vdekshmërisë, sigurisht që mund të themi se ndoshta edhe mund të jemi më lart se sa vendet e tjera sa i përket vdekshmërisë. Dhe sigurisht që na mbetet vetëm të kërkojmë për institucioneve shëndetësore për me pas një jetesë më kualitative gjithë qytetarët. Nuk ka ndoshta shumë pak ditë që kishte problem me disa ilaçe, mund të themi disa bane që mungojnë në onkologji tek pacientët me kancer. Po i bie që dhe ilaçi i ri nëse vjen në Kosovë në atë kohë, në këtë periudhë shumë të shkurtër, do të kenë prapë problem nëse veç Ministria e Shëndetësisë këtë rast nuk ka me nda buxhet dhe nuk ka më kujdes. Po, fatkeqësisht na nëse kanë probleme të vjetrën, atëherë çfarë do të gjenë me të re? Fatkeqësisht kjo është një problem kronik i cili po vazhdon me përcjell shëndetësinë e Kosovës, mungesa e banave. Kjo është, si më thonë, më tepër papërgjegjësi e institucioneve për me siguru çdo ilaç i cilin e kanë për detyrim, sepse lista esenciale e banave është detyrim për Ministrinë e Shëndetësisë në radhë parë, por edhe për shërbimin spitalor klinik universitar për me siguru për pacientët. Dhe kjo shpeshherë ndodh si pasojë e papërgjegjësisë zyrtarëve që janë brenda SHSKUK-s, por po ashtu nxitun jo rrallëherë edhe prej interesave të operatorëve ekonomik ose kompanive tjera farmaceutike të cilat unë kam thënë shpesh që ndonjëherë shkaktohen qëllimisht emergjenca mjekësore sa i përket mungesës së banave për me dalë rezultatin fund me u shpall një procedurë tenderuese, qoftë emergjente, qoftë një burimore për të favorizuar interesat caktuar. Dhe këtu e psojnë më shumë të pacientët, të cilët gjatë kohës sa mungon ilaçi, mund ta vonojnë marrjen e terapisë, mund shpenzojnë mijëra euro nga xhepi i tyre, por jo më pak e dëmshme është edhe dëmtimi i buxhetit që i bëhet duke tenderuar produkte medicinale me çmime jo reale. Dhe pastaj pacientët detyrohen shpesh të dalin jashtë vendit për trajtime, si në Turqi apo vendet tjera të Evropës. Patjetër që po, tash njëra prej çështjeve më bazike që është kjo, si më thonë, një sistem shëndetësor do duhet që të siguronte spaku trajtim për pacientët e vet. Në Kosovë fatkeqësisht shumë sëmundje nuk trajtohen dhe detyrohen pacientët qytetarët e Kosovës me kërku trajtim jashtë vendit. Ekziston një program i cili e bën financimin jo të plot në shumë raste për pacientët, ata që trajtohen kryesisht në Turqi dhe në vendet të rajonit, mirë po kemi edhe një numër të madh të qytetarëve të cilët po ikin në shtetin e Francës, atje ku po ofrohet azili shëndetësor. Janë kryesisht pacientë me sëmundje të kancerit, familje të cilët kanë fëmijë me
çrregullime mendore ose psiqike, ose probleme tjera të cilat smundje të cilat fatkeqësisht nuk trajtohen në Kosovë. Kemi edhe raste kur për smundje të rralla shkojnë në Francë për shkak se atje ofrohen terapitë inovative, terapitë më të fundit sikur ta zam. Kjo që biseduam fillim të emisionit, atje ofrohet më një herë edhe ofrohen gjitha janë pa parë, janë gratis. Fatkeqësisht ne po humbim familje të shumta, të cilat po na ikin prej Kosovës pikërisht për çështje shëndetësore. Nderuar, kaq kishim kohë për këtë emision, faleminderit shumë. Faleminderit ju për ftesën. Shpresojmë që takimin tonë të radhës ta kemi kur kemi vetëm ilaçin në Kosovë. Shpresojmë që shumë shpejt. Faleminderit shumë. Të nderuar miq, kaq për këtë emision, takohemi nesër deri të mbi. Kush janë ekspertët që